vëllezër dhe motra, unë jam prej Shkupi, Azemi është prej Shkupi, Enveri, Hara, Urimi dhe gjithë kandidatët tonë të njësisë, numër 1 jemi shkupjan dhe jemi pasër shqiptar, ndërsa tjerët letë mendojnë se kanë Muminovića dhe Zhaflina në listat e tyre. BDI-a vetëm për 3 vite i mundsoj që në sheshin e Shkupit të ndërton përmendore me vlerë prej 300 milion eurosh. Tur, kjo komunë ende ka në çdo vend gropa, rrugët askund nuk janë të ndërtuara, ende ka lagje që nuk kanë sjellës, ende ka lagje që s'kan kanalizim fekal. Andaj, sot përfundimisht Shkupi është bërë kuqezi, sot përfundimisht Shkupi në thot jo më këtyre, sepse vetëm në platformën tonë politike garantohet zhvillim ekonomik i Shkupit, garantohet trajtim i barabartë dhe i drejtë qoftë në aspektin politik edhe në atë ekonomik për shqiptarët e Shkupit dhe kjo komunë të bëhet si janë komuna tjera maqedonase të zhvillohet sepse jetojnë në shekullin 21. Andaj për fund ju kisha lutur edhe njerë të gjitha atyre vëllezërve tanë që kanë pak dyshime t'ju theni hajdeni me ne, sot një javë votoni kuqezi, votoni PDSH-n, votoni numrin 10. Faleminderit nga gjithë lona. Një cop nga shpirti Më lejoni që në fillim t'ju jap një raport të shkurt. Para 5 minutave, ky Shkup ka qenë bastion i BDI-s, kurse tani ky Shkup Tashini nuk është më bastion i BDI-s. Pastaj, duke pas parasysh se BDI-a i ka prish sjelljet, kemi një marrë pushtetin atyre. Kam 2 porosi. Njëra shkon për gjitha ta nëna tona. Nuk të ndodh më që ata t'i dërgojnë fëmijët e tyre në për shkolla dhe t'u kthehen në arkivole. Turp për BDI-n. Nënave tona do a kthejnë buzëqeshjen dhe këtë më së miri e kemi dëshmuar në kohët e kaluara. Porosia ime e dytë u takon gjithë atyre vëllezërve të cilët janë në përburgje. Partia Demokratike Shqiptare përgatit për ju një ligj për amnesti, jo vetëm për ushtarë të UÇK-s, për gjithë ata të cilët në mënyrë të padrejtë rrinë në përburgje, rrinë në hatën tonë, atyre të cilët kanë gabuar. U themi se ne nuk jemi hakmarrës, u themi atyre hajdeni me ne! Ju e dini se vëmëroja, si thënë Kosovarët, këty nga herë thëjke DPA e mërfa të neska kisa kokullave. BDSH-ja është struj. Nuk është këtu krejtë Shkupi, po është një sjellë zgjedhore numër 1. Do t'a shohi ditën e premtet Xuman Kismet, profas në Avstrujen. Me shumë sukses, bashkërisht, po e kultivojmë idejnë kontare shqiptarëve që jetën këtu. Unë kam shumë emocione për shkak se jam i vetëdijshëm se kjo ide më sulmuar është ku Shkup. Emocionet i kam pozitive se ma fort shqiptar monetarisht se Shkup nuk kanë vendet tjera. Ju me shumë dignitet i rezistoni këti represioni dhe këti diskriminimi. Vini me një porosi, ju jeni si gjak, si mish përkos, me 100.000 shqiptar të tonë Kosivar, Timër e Strungë,
dhe ne krejt bashkërisht angazhohemi që mbi 100.000 vota që i kemi për andej, t'i bëjmë si thuprave, t'i shtojmë edhe nga 50.000 këtu dhe 150.000 thupra për Ali Ahmetin, i cili e bëri bashkërimin më të madh historinë e kombit. Ka erdhe Shpirova, na i vendosi 2 zgjedhra. Ka edhe një kandidat këtu që ka kryetar komune. Nuk mundet me mbrojt popullin, ai që se mbron babën e vet. Ai e ka babën të burgosur për korupcion dhe Sasha Mjakov e mban këtu. Ai nuk mund t'i përfaqësoj interesat e shqiptarëve. Janë këto pak njerëz të cilët manipulojnë me çështjen kombëtare. Këta zoti vinë para jush me pelasica e pelota buharuse e këtu të ju shkup shumë vjen të mirë, të cilët ju përgjigjen kushtrimit të lirisë e dhanë jetën për atë liri. Këta koncerte me pelasica, nanat e tyre të veshura me të zeza, fëmijët e tyre jetim dhe gratë e tyre dreja. Vëllezër, këta meritojnë të nik me 5 qershor duhet të nohen që të largohen për skemës politike. Partia Demokratike Shqiptare në platformën e re ju garantoj se do ta zgjidhin përfundimisht problemin tonë kombëtar këtu. Janë 2 çështje të cilat nuk do të hekim dorë në asnjë kusht. Nuk i pranojmë më vendimet e këtij parlamenti që gjithherë do të ketë 2/3 e Maqedonëve. Do të kemi senatin ku do të kemi të përfaqësuar 20 senatorë shqiptarë dhe 20 maqedon. Dhe një marrje me konsensus. Aspekti i dytë është buxheti i shtetit, i cili krijohet prej tatimeve dhe mjeteve që na i marrin neve, mbi 35% duhet të kthehet shqiptarëve. Ai buxhet është mbi 1 miliard euro. Unë 2 herë kam qenë deputet i Shkupit. Këtë herë do t'jem krye deputeti i përfaqësimit të interesave tuaja. Publikisht ju premtoj, jam marrë vesh me tetor e Kosovë. Ky buxhet mbi 50% do të shkojë për ju për të nxjerrë në kësaj situate shumë të vështirë. Ne nuk tim për zullum të shem. U thoni të gjithë vëllezërve dhe motrave që mendojnë ndryshe, duhet vinë me ne. Ne këtë mandat, ne këtë votë që do ta marrim, këtë anë do ta përdorim vetëm për hajër të gjithë shqiptarëve. Ne bashkërisht do të angazhohemi, do t'jemi më këmbgulës. Ka 2 gjëra që këputën për strashi, zullumi dhe qeveria. Ju e keni në dorë forcën, ju jeni fuqia, ata s'janë kërkushi. 1 sekond me 5 qershor dhe marrin fund. Gjithat huqum që marrin me friksu njerëzit, nuk friksojnë ato askend. Ka përfundu koha në cilë do të bërim terror dhe dhunë, riket dhe mjedhje, plashtitje të shqiptarët e Shkupit, të gjithë të cilët do të marrin guximin, që t'i përsëritin këto vepra do të dalin para ligjit. Ne jemi në rrugë të drejtë, sot i na ndihmon e do të dalim për çfarë situate. Fitore!